kemi grupe kriminale, të cilat janë tu përballë në rrugët e Prishtinës, të cilat zonën ku janë tu përlesh e kanë zgjedh, qoftë në kafeteri, absolutisht janë vrasje të cilat duhet me shqetësuar shumë komunitetin dhe janë vrasje të stileve mafioze, për shkak se unë mendoj që po synojnë me çu mesazh. Pra, kur një vrasje ndodh në një hapësirë pak më të mbyllur, ose kur një vrasje ndodh në një vend më të msheft, atëherë ajo ka vetëm mesazh për kryesin, ndërsa në këto raste të tjera, kur vrasja ndodh në një hapësirë publike, ku personat janë duke qoftë pi kafe, qoftë të pas aktivitete tjera, kjo po synon me çu mesazh edhe po tregon që kemi një qerim të hesapeve midis njerëzve që janë përfshirë në aktivitete të dyshimta edhe në të kaluamën edhe në pjesën tjetër. Pra kemi grupe kriminale, të cilat janë tu përballë në rrugët e Prishtinës, të cilat zonën ku janë tu përlesh e kanë zgjedh, qoftë në kafeteri, qoftë në vendet ku rrinë, qoftë në hapësirat ku ka dhe qytetarë të pafajshëm. Fatkeqësia këtu është që dami kolateral është shumë i madh dhe njerëzit të cilët janë viktima në pjesën më të madhe nuk janë të lidhur me grupet kriminale, po janë njerëz të cilët kanë qelluar aty ose njerëz që kanë qenë duke bërë qef në ato zona dhe kanë pas pasoja për shkak të plumave rikoshe, për shkak të shtytjes, për shkak të ndrydhjes e tjera tjera. Dhe këtu mendoj që kemi një problem bukur serioz në dhënien e diagnozës së kësaj problematike, e kjo lidhet tash edhe me një fakt tjetër që unë mendoj që institucionet tona janë duke e injoru trendin e rritjes së krimit të organizuar edhe në Ballkan, edhe në Kosovë, janë tu e injoru trendin e lidhjes së grupeve kriminale të Kosovës me rrjetet e krimit të organizuar edhe në zonën e Ballkanit. E tash, çka është shumë e rëndësishme këtu më kuptuar se në zonën e Ballkanit kemi një tentativë për me u nis me u luftu grupet kriminale, grupet që merren me heroinën, me kokainën, me kontrabandat e tjerë, dhe në momentin kur shtetet nisin me prek në grupet kriminale nisin me u bë të dhënshme. Për shkak se nisin me supozu që një person ose tjetër ka nis me nxjerr jashtë prova ose me u bë dëshmitar i prokurisë e tjerë, rriten konfliktet, do mendoj që jemi duke injoru këtë fakt dhe kjo neve tash na ka prunë në situatë ku siguria publike mundet mu rreziku dhe ku ajo që mua shumë të më shqetësoi ke deklarata e kryeministit i cili ende ishte tu analizu këto situata të cilat ish dashur me u ditë paraprakisht dhe unë mendoj që shteti jonë ish dashur me ditë shumë më herët që grupet kriminale të Kosovës kanë probleme në Spanjë, ku atje vlerësohet që është një nga bazave të rëndësishme të grupeve kriminale të Kosovës,